Kojate. E shkarkoj pa konsultim me kryetarin e LDK-s dhe aty lindi problemi dhe u prish ai koalicioni. Tash që Vjosa Osmani ishte kundër kësaj, edhe ishte nën kryetare e LDK-s dhe me që ajo u pozicionu ndryshe e shkarkun. Të mënë një farë mënyrë e shkarkun ose të themi e përjashtun në atë kuptimin më të vrazhd, edhe ajo shkoj edhe formoj atë farë listën Po, ka pasur atër që do të gjeni dritarit vogël veprimi politik. Edhe tash ndodhi ajo që ndodhi, pra e mori një pjesë të elektoratit. Goxha të konsiderueshme. Po, ajo si listë jo, po vetëvendosja mori ma shumë, edhe ata bashkë e morën gati gjysmën e LDK-s. Pra, tash, LDK-ja mbeti e dopt, mbeti e pafuqishme, edhe ne kishim shpresa se Lumir Abdigjiku mund të bëjë diçka. Pak për historinë e Lumir Abdigjikut. Lumir Abdigjiku ka ardhur në 2017-ën. Si prurje e re? Jo, si prurje e re në LDK. Ka ardhur drejt për drejt ministër, pa u fut fare në strukturat LDK-s. Nuk ka qenë askund LDK. Drejt për drejt Isa ka bërë ministër. Edhe si ministër, pastaj u konsideru i LDK-s se Isa ishte kryeministër. Dhe të themi nuk është veprimtar, nuk është i brumit LDK-s. Unë jam për prurje të reja dhe ato çdo parti synon edhe është mirë t'i ketë, po do të bojnë pak stazh në parti para se të morin ai pozitë lartë diku. Se nuk është në rregull, për shembull, mbytën veprimtarët e LDK-s me vite, me dekada, kanë pas pasoja të rënda, tortura e tjera, dhe vjen dikush pa asnjë ditë në LDK bëhet ministër. Ose vinë tash Lumiri ka sjell aty në kryesi 7-8 që kur s'kanë qenë LDK, tash janë nën kryetar ose kanë pozitat larta. Dakor, po ka një moment ku njerëzit antarësohen në një subjekt politik. Po, mirë, po antarësimi nuk kupton ti me marr pozitën më të lartë me një herë aty ku je, se duhet pak dëshmosh, ti tregosh aftësitë tua, çka mund t'i japsh ti LDK-s, se nuk mjafton veç të hysh edhe të marrësh, se janë dy kategori nëpër parti. Një kategori janë, të themi që kanë disa emra, janë intelektual, artistë e tjera, njerëz të kulturës që hynë parti, nuk dalin teren, nuk punojnë, po kur vjen momenti zgjedhjeve janë nëpër lista dhe morrin vota. Po janë një kategori tjetër që janë njerëz të terenit që vrapojnë edhe hynë nëpër lista, edhe këta, edhe disa morrin vota, disa s'morrin vota. Po unë mendoj që tash ky grupi që ka sjell Lumir Abdigjiku 2021 në LDK, është ai grupi që po mundohet